vjen fotografit përrallore nga fejesa e djalit të Remzia Osmanit. Vetëm pak ditë më parë, Hami, djali këngëtares së njohur Remzia Osmanit, është fejuar. Ai dhe dashura e tij Gëzime Krasniqi i than po njëri tjetrit për fejesë. Këtë e ka bërë të ditur këngëtarja e njohur Remzia Osmani, e cila ka publikuar fotografi të çiftit të sapo fejuar. Këngëtarja e njohur është gëzuar shumë për fejesën e djalit. Së fundmi janë publikuar fotografit e realizuara nga çifti ku duken për mrekulli. Ndryshe, kohë më parë, këngëtarja Remzia Osmani ishte duke bërë organizimin për fejesën e djalit.